Imi burg pa afat për të 3 persona. Çfarë pretendime shpatën të pandehur? Pretendimet janë ato që janë ke kërkesa për caktimin e masës nga ana prokurore, pandehurët kanë qenë dakord me fjalën e mbrojtjes, nuk i pranojnë akuzat, nuk ka prova drejt për drejta që të mbështesin një arsim, një dyshim të arsyeshëm. Nuk ka dhënë asnjë deklaratë. Para gjykatës deklarohet i pafajshëm dhe nuk i pranon akuzat. Po pandehurët e tjerë? Edhe 2 tjerët. Çfarë kërkua ata? Duhet të edhe opinionin publik, ka një deklarim të shtesë Jani Zaka, por që nuk thot që është kanosur nga Emilian Shullazi apo nga i vet direkt, ka pasur vetëm një takim me Emilian Shullazin, është deklarimi i administruar ndosje, ku ai thot se i ka kërkuar Kampikave që ta zgjidhë mosmarrëveshjen që ka me ndërtuesin Fatmir Sinanaj, pasi ky i fundit pretendon që i është marrë nëpërmjet një loje bixhozi pirate, një shumë e humbur mbas të 200.000 euro dhe ka konvertuar me garazh. Ka vetëm një takim dhe jo 2 takime ndërmjet Jani Zakës dhe Emilian Shullazit. I ka kërkuar vetëm shkonin zgjidhjen edhe kaq dhe nuk ka pasur takim dytë dhe deklarimi i Jani Zakës, si është administruar ndosje, si nga prokurori, si dhe nga gjykata, nuk thotë që është kanosur apo ushtruar dhunë psikologjike nga Emilian Shullazi. Si e ka shpjeguar? Për raste të tjera nuk ka asnjë shtet që të bërë kallëzim apo të jetë ankuar. Në gjes në media pam që edhe Kastrati Group kanë nxjerrë një deklaratë që e mohon. Edhe 2 personat e tjerë biznesmen nga qyteti Durrësi nuk ka sikur një rresht vetëm në dosje që të ketë pretendim nga ato, jo kallëzim, po as një ankim nuk ka që të jenë kanosur për shtrëngim dhënë pasurie. Ka pasur dhe një ndryshim nga gjatë seancës nga prokuroria krimeve të tëra për shtetashin Brim Shullazin, nuk akuzohet 283 ASM, por vetëm për nenin 283 mbajtje kanë qenë 12 bimë që dyshohet se janë kanabis edhe 150 copë fishek. Avokat, në kërkesën që depozitoi prokuroria e krimeve të rënda, duke kërkoi një ditë më parë arrest në burg, përmendeshin disa emra biznesmenësh në këto dokumenta. Nuk ka dosja që ka çuar po prokuroria për që ka shoqëruar kërkesën për caktimin e masës, nuk ka asnjë biznesmen nga ato që janë përmendur. Çfarë përmendte? Kush ishin biznesmenët që ishin në dosje? Nuk ka biznesmen në dosje. Edhe për shtetasin Jani Zaka ka një deklarim që ka pasur një takim me Emilian Shullazi e mos e përsëris, Kampikave shkozit mosmarrëveshjen me Fatmir Sinanajn dhe vetëm kaq dhe nuk ka një garantë. Në çfarë pozicioni ka thënë Emiliano këtë shkollë? Ja, nuk e di, ka pas njohje me ndonjërin nga djemtë Sinanajt, Fatmirit, te nuk e di. Ja kanë kërkuar ata takimin? Nuk e di këtë pjesë, sepse dosjen e pam sa për ulëm. Po është drejta e prokurisë bëj hetime, ne jemi tapur për hetime. Prona nuk është se është marrë në mënyrë të paligjshme nga Emilian Shullazi, e ka konfliktin personi që ka bë kallëzimin me atë shtetasin që zotron atë kompaninë Saudi Brothers, jo direkt me Emilian Shullazi, për procedurën që është përfituar prona nga kjo kompani e huaj nëpërmjet një procesi gjyqësor civil. Avokat, juve si e cilësoni vendimin e sotëm dhe data? Po me gjithë të trysnime mediatike politike që ka pas të kohët e fundit, me të thënë drejtën dhe ne e pritshëm dhe vetë pandehurët e pritshëm një vendim tillë. Veprat që janë i atribuar aty janë vepra të rënda, po që nuk shoqërohen nga si provë, sidomos shumë raste që janë këto shqip popullor që gjobvone, nuk ka si emër të asnjë personi që të jetë ankuar për gjobvone. Nuk është gjetur asnjërit për tyre arë, nuk është gjetur asnjërit për tyre lëndë narkotike, nuk ka si provë që ta lidhi me atë qepenin që ka shpërthyer as Emilian Shullazi as Gilmando Dali, madje nga shtetet si Jani Zaka, emri Emilian Shullazit nuk është përmendur si person që ka kërcënuar, por si person që ka ndërhyrë për t'i pajtuar këta të dy me Fatmir Sinanajn, dhe Gilmando Dali nuk ka as edhe një gërm e tij nuk është përmendur ndonjëherë nga Jani Zaka. Për kanose apo shtrëngim. Edhe një që kemi të qartë, në dokumentat që prokuroria e krimeve të rënda dorëzoi dje në gjykatë, përmendeshin se ka informacione se janë shtrënguar përmes kanosjes disa biznesmen për të marrë pasurinë. Përmenden gjithashtu rasti i tentativës për të privatizuar një kompleks në Durrës, edhe disa episode të tjera. Prokuroria sot, u tërhoq nga këto pretendime që depozitoi me dokumenta. Ka pas një ndryshim për Blerim Shullazin, ka pas një në urdhrin ndalimit ka pas një vetëm 109/333 për Gilmando, u shtu dhe kanosja ndaj profesorëve, vetëm kjo për Gilmando. Kanosja për ndaj profesorëve? Gjatë kërkesës që bëri prokuroria, për Emilian ato që ishin, për sa i përket atij kompleksit, pronat publike në Shqipëri ka një ligj për privatizimet, procedurat i kryen Ministria e Ekonomisë, nuk i kryen as pushteti vendor, as komuna dhe as bashkia. Nuk janë kanë të shpallur nga Ministria e Ekonomisë për privatizimin e kompleksit Rinia të ndodhur në lagje numër 5 në Durrës.
Dhe nuk është se ka aplikuar as Berim Shullazi, as Emiliano dhe as Gilmando për Ministrinë e Ekonomisë për të privatizuar këtë kompleksin Rinia. Avokat, në çfarë burgu do të qëndrojnë? Nuk e di, me ditë e Burgje. Faleminderit.